Bllokimi i pjesësh i autostradës Tiranë-Durrës ka detyruar mijëra automjete që të përdorin aksin perëndimor nga ndrojçi për të shkuar drejt qytetit bregdetar, duke sjellë një situatë të rënduar trafiku, thuajse në kolaps përgjatë rrugës së Kavajës deri tek rruga e kombinatit. Po në këtë situatë janë shumë të ngarkuar punonësit e policisë rrugore të kryeqytetit që janë të detyruar të angazhohen në një masë të madhe për zbatimin e një urdhri as pak të urgjent të Ministrisë së Brendshme, Albana Koçiu dhe drejtori i policisë Ilir Broda. Dhjetra efektiv të rrugores kanë pasur detyrë të bllokojnë monopatinat dhe motorët elektrik, duke lënë qarkullimin në dorë të zgjedhjeve momentale të shoferëve. Në të kushte situata natyrisht nuk ishte as pak normale. Për të përshkruar rrugën nga qendra deri në kombinate mëtej, në dalje për në ndrojq, qindra automjete u është dashur mesatarisht në vjet deri në 120 minuta për një aks rrugor vetëm 5 kilometra. Nga pamjet e siguruara nga Bolnews Pikal tregohet ngarkesa ekstreme gjatë mesditës në qarkullimin në zonën e mbikalimit pranë pallatit me shigjeta. Në të rreth rrotullim të këtij aksi rrugor, mjetet kishin bllokuar njëri tjetrin dhe pothuajse nuk lëviznin fare. Por vetëm pak metra më larg, një grup policisë rrugor kishin mbledhur së bashku dhe po merreshin me bllokimin e monopatimave të djemve të rinj të qytetit. Me fytyrat e tyre dalloi qartësisht shqetësimi për trafikun, por me sa duket, të detyruar për drejtuesit e tyre politik dhe institucional kishin hequr dorë nga detyra primare për të rregulluar qarkullimin dhe ishin shndruar në një grumbullues biçikletash elektrike. Në rrëmujen e trafikut të rënduar natyrisht nuk mungonin as betonjerët, të cilat lëviznin në qytet në çdo cep e në çdo orë të ditës. Sipas qeverisë, monopatinat janë problemi për trafikun, por po betonjerët dhe vetë trafiku